Si mund ta mbrojë Shqipëria veten nga një sulm i mundshëm në shkallë të gjerë në Evropë? Tensionet globale nuk po rriten, ato po zjejnë. Deklaratat e fundit të udhëheqjes së NATO-s, paralajmërimet për një bosh të ri ushtarak Rusi, King Kore e Veriut dhe intensifikimi i operacioneve hibride në kontinent nuk janë më skenar teorik, janë realitet i hidhur. Në këtë panoram, Shqipëria, një vend i vogël në hartë, por me pozicion gjeostrategjik kritik, duhet të mendojë si një shtet që ngrihet në mëngjes me këmbën në kufi dhe flen me syt nga qielli. Ky shkrim nuk flet për panik, flet për realpolitik dhe për mënyrën se si një vend me burime të kufizuara mund të ndërtojë një mburojë efektive nëse Europa përmbys balanca. 1. Realiteti brutal. Shqipëria është e pambrojtur në vetmi. Në rast të një konflikti të madh në Europë, Shqipëria nuk ka kapacitete të mjaftueshme kombëtare për të përballuar një sulm konvencional nga një fuqi e madhe. Ushtria aktive, e vogël dhe me pajisje të kufizuara, mungesë mbrojtje ajrore. Shqipëria nuk ka sistem raketor tok-ajër, duke lënë qiellin praktikisht të hapur. Mungesë mjetesh artillerie të avancuar dhe vëllimi i zjarrit të ulët, infrastrukturë ushtarake e fragmentuar dhe pak depo strategjike. Varet në mënyrë kritike nga NATO për çdo nivel mbrojtje ajrore e detare. Kjo do të thotë se në rast emergjence, mbijetesa e vendit varet nga kohë reagimi i aleancës. 2. Kërcënimet rajonale. Serbia si porta e ndikimit rus. Ballkani është një laborator i propagandës ruse dhe një teren ku Kremlini investon prej dekadash. Serbia mbetet sateliti kryesor strategjik i Rusisë në rajon. Nuk ka vend tjetër në Europë ku ndikimi rus është kaq i thellë në politikë, ekonomi, media dhe ushtri. Rritja e forcës ushtarake serbe, blerjet e dronëve të armatosur, sistemet e mbrojtjes ajrore nga Rusia dhe Kina, stërvitjet e përbashkëta ushtarake, krijojnë një ekuilibër agresiv. Bosnia dhe veriu i Kosovës janë pika ndezëse. Një konflikt i ndezur aty mund të shërbejë si shkas për destabilizim të gjithë rajonit dhe për shpërqendrim të NATO-s. Ballkani është nyje e dobët, jo për shkak të popujve të tij, por për shkak se është i rrethuar nga histori të papërfunduara dhe aktorë që presin shkas për të çarë linjat e sigurisë europiane. 3. Çfarë duhet të bëjë Shqipëria? Si general, po e formuloj në mënyrë klinike. Një shtet i vogël nuk mbrohet me heroizëm folklorik, por me arkitekturë inteligjente të sigurisë. A ndërtimi urgjent i një mburoje ajrore kombëtare. Shqipëria duhet të investojë në sisteme të lëvizshme tok-ajër, NASAMS, IRIS ose Patriot për zona strategjike, radar të nivelit të lartë dhe integrim të thelluar me rrjetin ajror të NATO-s. B. Rritja e forcës armatosur toksore. Jo në numra, por në efektivitet. Njësi të specializuara për luftë hibride, kibernetike dhe operacione të shpejta, armatim modern, dron të armatosur, antitank, mjetet të blinduara të lehta dhe të lëvizshme. Se zhvillimi i kapaciteteve detare. Portet Durrës, Vlorë, Shëngjin janë pika hyrëse. Duhet flot patrulluese, radar koster dhe pika të mbrojtjes detare me raketa bregdetare. D. Armatim inteligjent, jo armatim masiv. Shqipëria nuk ka luksin e një ushtrie të madhe. Duhet teknologji antidron luft, elektronike, njësi mobiliteti të lartëforcim të forcave, komando si njësi elitare për reagim me mobilizim civil dhe stërvitje rezerviste. Në një konflikt modern, popullsia duhet të di çfarë bën në 24 orët e para. Plan emergjence kombëtare, trajnim minimal për rezervistët lokal mbështetës për mbrojtje civile. Diplomacia aktive dhe lidhje strategjike me shtetet kyçe të NATO-s. Shqipëria duhet të sigurojë që në çdo plan mbrojtje të aleancës, brigadat dhe sistemet e mbrojtjes ajrore të vendosen paraprakisht në territorin shqiptar. Mbrojtja fillon para luftës, jo gjatë saj. 4. Mesazhi final. Shqipëria mbrohet duke qenë domosdoshme për NATO-n. Në një konflikt të madh global, asnjë vend i vogël nuk shpëton vetëm. Shqipëria mbrohet duke u bërë territor kritik për operacionet e aleancës. Bazat ajrore dhe detare të përforcuara, rritja e pranisë së trupave aleate, ndërtimi i korridoreve logjistike, bashkëpunimi inteligjent me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut për krijimin e një zone të bashkuar sigurie. Qëllimi nuk është të luftojmë. Qëllimi është i heqim dëshirën çdo armiku potencial të eci 1 centimetër drejt nesh. Në botën që po vjen, mbijetesa nuk garantohet nga madhësia e territorit, por nga qartësia e strategjisë.